Kryeministri Rama takohet me deputetët e qarkut të Vlorës dhe drejtuesit e pushtetit vendor. Kërkon mbylljen e investimeve para nisjes së sezonit turistik. Policia e Tiranës arreston 7 persona për tritolin në një automjet në pranga Porosici, autori dhe bashkëpunëtorët. Shkak një borxh i pashlyer. Ora 19, me mbrëma nga Vision Plus, ky është edicioni kryesor i lajmeve. Sezoni turistik ishte në qendër të një takimi që kryeministri Rama ka zhvilluar sot me deputet të qarkut të Vlorës si dhe me drejtuesit vendor. Rama kërkoi që investimet e ndryshme, sidomos në infrastrukturë, të mbyllen në kohë për të mos krijuar probleme gjatë verës. Kryeministri Edi Rama e nisi ditën e hënë me një takim në qytetin e Vlorës. Për 1 orë e 30 minuta, kreu i qeverisë mblodhi deputetet e qarkut si dhe përfaqësues nga bashkia e qytetit bregdetar. Bëhet me dije se fokusi i takimit ishte tek projekte zhvillimore si dhe sezoni turistik. Burime bën të ditur se kryeministri u la porosi të pranishmëve për një koordinim mes pushtetit vendor dhe institucioneve qendrore për përfundimin në kohë të projekteve. Mësuesi Rama shprehur se qyteti i Vlorës i është kushtuar një vëmendje veçantë vitet e fundit përmes investimeve në infrastrukturë, turizëm dhe zhvillim urban. Ai gjithashtu nënvizoi se këtë vit nuk duhen hasur problematika që mund të cënojnë mbarvajtjen e sezonit, prandaj dhe kërkoi që strukturat të jenë të vëmendshme për përmirësimin e shërbimeve për qytetarët dhe vizitorët. Kryeministri kërkoi nga kryetaria e bashkisë që për çdo investim apo projekt të ri në qytet të kërkojë bashkëpunimin dhe mbështetjen e ministrive përkatëse. Sipas tij, ky koordinim është i domosdoshëm për të përshpejtuar realizimin e projekteve dhe për të garantuar që ata të përfundojnë brenda afateve të parashikuara. Gjatë takimin me dyert të mbyllura UCEK dhe çështja e hapësirave publike, për të cilën Rama ka nënvizuar se përgatitja në kohë e infrastrukturës dhe e shërbimeve është thelbësore për të përballuar fluksin e vizitorëve që pritet gjatë muajit të verës në Vlorë, si dhe në zonat përreth. Përgatitjeve për turizmin në Vlorë do t'i kthehemi pas pak minutash me kryetaren e bashkisë, por më parë. Sali Berisha shpërtheu sot në akuzë ndaj ambasadorit të Bashkimit Evropian në Tiranë Gonzato. Sipas tij, diplomati i lartë është vënë në shërbim të Edi Ramës duke keq informuar Brukselin zyrtar. Berisha tha se Gonzato i shpalli dosjen e Akshit një problem kulturor të shqiptarëve. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha nga mbledhja e kryesisë akuzoi ambasadorin e Bashkimit Evropian në Tiranë Silvio Gonzato se është pozicionuar në mbrojtje të qeverisë Rama. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë në Bruksel sillet në mënyrë absolute sikur të jetë ambasadori i Edi Ramës në Bruksel. Kjo nuk është hera e parë që Berisha akuzon diplomatin Gonzato, por këtë herë rikthimi kritikave erdhi pas raportimit të ambasadorit në grupin e punës për procesin e negociatave në Bruksel në Koela. Sipas Berishës, ambasadori Gonzato u ka deklaruar vendeve anëtare se dosja hetimore për tenderat e Akshit është një problem kulturor i shqiptarëve. Të shpallish Akshin, problem kulturor të shqiptarëve në Bruksel, siç ka bërë zoti Gonzato, ky është shërbimi më i keq që u bën shqiptarëve dhe unë i them atij zotërie se pegmarrja nuk është kulturë e shqiptarëve. Sipas Berishës, në tenderat që janë zhvilluar në Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit janë përfshirë personat lidhur me kryeministrin Edi Rama. Problemi është se Rama nuk ka një kunat tjetër që të merret në fushën digjitale përveç Armand Frangut. Dhe pikërisht sa është Armani aty, kunati i lindës, aty merren njerëzit peng dhe janë marrë peng. Dhe pengmarrja është kryekput politike. Për te debatit për situatën ku ndodhet vendi, kryesia e Partisë Demokratike nisi procesin e zgjedhjeve brenda kësaj force politike. Zgjedhjet për kryetarin e PD-s do të zhvillohen në datën 23 maj, e meqense Sali Berisha ka konfirmuar se do të rikandidojë, nuk pritet ndonjë risie, kjo datë do të shërbejë për të konfirmuar liderin e opozitës Sali Berishën në krye të Partisë Demokratike në 4 vitet e ardhshme.
Avokatët e kryetarit të Bashkisë Erion Veliaj janë drejtuar gjykatës kushtetuese për të rrëzuar masën e sigurisë së arrestit me burg. Sipas tyre, paraburgimi nuk mund të zgjatet pa fat pa rrethana të reja që ta justifikojnë atë. Kryetari i Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj godet masën e sigurisë arrest në burg në gjykatën kushtetuese. Ai thot përmes mbrojtësve të tij ligjor se pretendimet e prokurorisë së posaçme në thelb janë kërcënim për funksionimin e institucioneve demokratike. Edhe pa ndërhyrje të drejt për drejt, vetë autoriteti rikthyer krijon presion objektiv mbi varësit, duke cënuar spontanitetin dhe lirinë e dëshmisë. Sipas kësaj logjike, legitimiteti demokratik i një të zgjedhuri nuk trajtohet si shprehje sovranitetit të qytetarëve, por si faktor presioni procedural që duhet neutralizuar përmes paraburgimit. Një qasje e tillë përbën një sulm institucional ndaj demokracisë dhe një mandat demokratik të konfirmuar si të tillë nga vetë gjykata kushtetuese. Në kundërshtimet e depozituara në gjykatën kushtetuese, theksohet gjithashtu se paraburgimi pa afat i Erion Veliajt ka tejkaluar çdo standard proporcionaliteti dhe çdo standard vendosur nga Komisioni i Venecias për të zgjedhurit vendor. Paraburgimi nuk mund të zgjatet në mënyrë të pakufizuar mbi të njëjtat arsye fillestare dhe pa rrethana të reja konkrete që të justifikojë atë. Aq më tepër kur kjo masë porondon mbi mirëqeverisin e kryeqytetit dhe bëhet fjalë për një të zgjedhur vendor që vetë ligji nuk lejon të pezullohen nga detyra. Prej më së një viti, Erion Veliaj është izoluar në paraburgimin e Durrësit. Tashmë ai po përballet me gjykatën antikorrupsion, ndërsa dy prokurorët Altin Dumani dhe Olzdado e akuzojnë se ka kryer disa vepra penale, ku më të rëndat janë korrupsion në bashkëpunim në 9 raste me gruan e tij Ajola Xoxa dhe pastrim parash. Sipas organit të akuzës, ai ka shfrytzuar postin e qytetarit të parë të kryeqytetit për të krijuar kushte bashkëshortes së tij përmes një skeme korruptive të ndërlikuar. I rikthehemi temës së përgatitjeve për sezonin turistik në qytetin e Vlorës, ku sot ka qëndruar kryeministri Rama. Do të bisedojmë me kryetarin e bashkisë, zonjën Brunilda Mersini. Mirëmbrëma, atëherë në takim me sa njoftuam edhe ne, është folur përveç të tjerave edhe për investimet në infrastrukturë, zonja kryetare, të cilat sipas kryetarit të qeverisë duhet të përfundojnë përpara se të fillojë sezoni veror. Çfarë mund thuhet më tepër për këtë takim dhe cilat janë këto objekte të infrastrukturës që janë të rëndësishme për këtë sezon? Mirëmbrëma. Po, Vlora është duke përgatitur për të filluar një sezon turistik që tashmë nuk është më sezon turistik spontan, po një sezon turistik i mirë organizuar, ku ne kërkojmë që oferta jonë turistike të jetë një ofertë e qëndrueshme edhe të ketë përfshirë për turistët një infrastrukturë të qëndrueshme, një mobilitet urban tashmë të rregulluar, po ashtu hapësirat publike të menaxhuar dhe si elementi pastrimit të qytetit të jetë po kështu në një cilësi të konsiderueshme. Për shembull në Vlorë, ata që vizitojnë dhe ata që banojnë aty sigurisht her pas here vënë re që hapen punime apo kanale pikërisht në këto muaj para sezonit dhe ka një lloj paniku se mos këto nuk mbarojnë dot përpara sezonit. Po, projekti Ujësillës është një projekt që vërtet ka përfshirë një 65 kilometra të qytetit të Vlorës të shtrirjes së linjës ujësiesit, sepse Vlora është një qytet që ka pësuar dinamikat e veta, pra lagje të reja të qytetit edhe janë zgjeruar zonat, dhe po kështu ky investim ujësiesit i ka përfshirë dhe këto zona që tashmë janë zonat të reja në qytet. Ka një deadline, pra ka një afat që fundi majit, ky projekt do të jetë drejt përfundimit, por nuk është drejt përfundimit final, por kjo nuk do ta pengojë bashkinë që të vazhdojmë me përmirësimin e infrastrukturës, ku tashmë ne jemi në fazat finale për lidhjen e kontratave në mënyrë që përmirësimi i infrastrukturës sezonin turistik ta gjejë të qetë. Edhe një problemi dhe meraku që kanë qytetarët dhe vizitorët për ujin, zonja kryetare. A janë mbyllur telashet me furnizimin me ujë, me kanalizime, me tubacionet, me ujësjellsin? Ashtu siç u thash, investimi i ujësjellsës është një investim që është një investim shumë i rëndësishëm për qytetin edhe është drejt fazës finale, por uji në qytet nuk është se mungon. Pra ashtu si sezonet e kaluara, zona e Lungomar, që është zona kryesore e qytetit dhe pjesa tjetër e një zone shumë të madhe që ne quajmë rajoni 3, që është zëvra e qytetit, ka një furnizim 24 orësh. Ne flasim për furnizime orar të reduktuar në disa zona të cilat janë periferike. Dhe ndarja e plazheve, sigurisht një temë dhe një çështje që çdo vit përsëritet me probleme apo me shqetësime të ndryshme. Ka diçka të re si vjet në ndarjen e parcelave të plazhit?
Unë mendoj që perceptimi është pak a shumë i tillë, sepse Vlora ka një bregdet shumë të shtrirë, zona e Zvërnesit është një zonë që tashmë me mendim të Këshillit të Ministrave, vetë gjithë operatorët turistikë që nuk kanë struktura akomoduese, por kanë lokale dhe bare, janë në gjendje të aplikojnë direkt për të menaxhuar plazhet e tyre, ashtu si edhe vitet e përparshme, pra është një zonë tërësisht e menaxhuar dhe ka edhe hapësirë për plazhe publike, zona e Orikumit dhe Radhimës, po ashtu është një zonë e menaxhuar nga strukturat akomoduese, ku janë përfshira dhe plazhet publik, dhe ajo që tashmë ka ndryshuar është zona e Lungombarës, ku ne si bashki e kemi lënë hartën tërësisht publike, por vendimi i fundit i Këshillit të Ministrave, edhe këtë zonë që ne kemi publike, do ta menaxhojmë në zona publike pa pagesë dhe zona publike të cilat do të jenë drejt tarife që do përcaktohet nga vendimi i Këshillit Bashkiak në muajin e vijit. Ju urojmë një sezon të mbarë, sigurisht do kemi rast të flasim përsëri. Ishte kryetari i Bashkisë së Vlorës, zonja Brunilda Mersini, ecim tej. 7 persona kanë përfunduar në prangat e uniformave blu të kryeqytetit për eksplozivin në një automjet. Sipas burimeve të policisë janë arrestuar porositësi, autori dhe bashkëpunëtorët e tyre. Ngjarja dyshohet se lidhet me një borxh të pashlyer dhe pazare droge në Spanjë. Policia e Tiranës ka arrestuar 7 persona si autor të dyshuar të vendosjes së tritolit në automjetin e Oltion Klosit. Ngjarje ndodhur në datën 10 mars në rrugën Vasil Ndoçka në Tiranë. Në pranga ka përfunduar Jurgen Gjonaj, personi që shikoni në foto, i cili sipas policisë është pikërisht autori që ka vendosur lëndën plasëse në automjetin e parkuar në rrugë. Gjonaj është filmuar nga kamerat e sigurisë, ku është fiksuar me biçikletë kësa i afrohet mjetit të Oltion Klosit dhe pasi vendos eksplozivin largohet po me biçikletë. Ndërkohë i përfshirë në këtë ngjarje është dhe Saba Nuzi, madje hetuesit kanë dyshimet e forta se Nuzi është porositës i vendosjes së tritolit. Ai ndodhet në burgun e Fushkrujes, si arrestuar më herët për llogaritës pak, pasi akuzohet si përfshirë nga një grup kriminal nga prokuroria e posaçme. Hetuesit kanë arritur që të vendosin në pranga Kristian Hamerama, Renato Balla dhe Eklips Leti, të cilët dyshohen se kanë siguruar tritolin si dhe fotot për vendodhjen e automjetit të parkuar. Këta 3 persona gjithashtu dyshohet se i kanë zënë Jurgen Gjonaj dhe biçikletën të cilin ai përdori në krim, ndërkohë që kanë siguruar gjithashtu dhe banesën ku fshihej autori i vendosjes së lëndës shpërthyese. Ndërsa Glintian Kojtari, Dorian Hamolli dhe Geris Molla janë arrestuar pasi dyshohet se kanë transportuar Jurgen Gjonajin me automjet ditën e ngjarjes. Burime nga grupi hetimor bëjnë me dije se Saba Nuzi kishte konflikte prej disa kohësh me Oltion Klosin për shkak të një borxhi prej 15.000 eurosh. Borxhi rezulton të jetë marrë në Spanjë, ku sipas policisë dyshohet se parat vinin nga trafiku i drogës. Klosi pretendonte se e kishte shlyer borxhin, por Nuzi nga ana tjetër pretendonte se i dëmtuari i detyroi dhe 15.000 euro. Pasi Klosi ka refuzuar për të paguar shumën, Saba Nuzi ka urdhëruar grupin e të arrestuarve që t'i vendosin Oltion Klosit tritol në makinë si paralajmërim për jetën e tij nëse nuk pranonte të paguante shumën e eurove. Të tjera hollësi janë mësuar nga shpërtimi që ka ndodhur dje në automjetin e një punonjësi të policisë në Lezhë. Dyshohet se ishin 2 autorë që ishin të maskuar, që vendosën lëndën plasëse, ndërkohë policia ka shoqëruar disa persona të cilët janë marrë në pyetje, por pa rënë në gjurmët e ndonjë të dyshuari. Nga ana tjetër, punonjësi i policisë ka mohuar të ketë probleme apo konflikte, çka rrit të dyshimet se tritoli është vendosur për shkak të detyrës. Nga shpërtimi pati dëme të shumta materiale në automjet, por fatmirësisht nuk u lëndua askush. Rivlerësimi i pronave në të gjitha bashkitë e vendit duke përjashtuar Tiranën, do të bëhet me çmimet e vjetra të referencës. Rruga më e mirë që qytetarët të japin vlerën e dur pasurisë së tyre duket se është ajo nëpërmjet një eksperti privat të licencuar. Tirana është e vetmja bashki për të cilën në vitin 2023 u rishikuan çmimet e referencave për pasuritë e patundshme. 60 bashkitë e tjera të vendit kanë ngecur në referencat e vitit 2016, edhe pse pritej që situata të ndryshonte në fillim të këtij viti.
Fushata e rivlerësimit u mbajt përthuajse 2 vite peng nga qeveria, me argumentin se ky proces do të shoqërohej edhe me rishikimin e çmimeve të referencave për bashkitë e tjera. Do të bëhet paralelisht me çmimet e reja të referencës që po vlerësohen në gjithë territorin e Shqipërisë, në mënyrë që nga procesi i rivlerësimit të përfitojnë të gjithë qytetarët shqiptar. Fakt është që pavarësisht pritjes, sot rivlerësimi në 60 bashki po bëhet pa pasur në fuqi referencat e reja për pasuritë e patundshme. Ministria e Financave thotë se procesi ligjor është ende në vijim dhe nuk ka një afat se kur ato mund të jenë gati. Ka një disbalancë midis çmimit real të tregut dhe çmimit të referencës që ka ngelur. Po i referohemi Pogradecit, komplekset e reja që po ndërtohen, me çmimin 1200 euro për metër katror, ndërkohë që çmimi referencës i 2016 është 600 euro. Nuk kam ndonjë indicie të mëdha për të bërë vlerësimin, sepse mund të afrojmë me raport vlerësimi që bëhet me vlerat e tregut, por nga ana tjetër nuk ka një bazë të çmimit të referencës. Një situatë e tillë lë vend për abuzime. Ajo çfarë ndodh është për ata të cilët nuk e bëjnë këtë raport vlerësimi dhe i shesin pronat e tyre pastaj duke i parafruar me çmimin e tregut, por duke i deklaruar me çmimin e referencës që ka ngelur. Dhe këtu pastaj lë hapësira për të pasur një evazion fiskal. Në këto kushte, qytetarët në rrethe që kërkojnë të rivlerësojnë pronën e tyre, rrugën me më shumë leverdi kanë atë me një ekspert të licencuar që i jep vlerën e tregut pasurisë. Ndryshe nga Tirana, ku qytetarët mund të zgjedhin mes rivlerësuesit të licencuar dhe çmimeve të referencës të vitit 2023 për pronën e tyre. Një zjarr ka përfshirë sot kodrat e fshatit Sherisht në Vlorë, kodrat me ullinj. Flakët të ndihmuara dhe nga era janë përhapur me shpejtësi duke hyrë në parcelat e banorëve të zonës duke djegur shumë pemë ullinjsh. Për shkak të erës dhe terrenit të vështirë, zjarri ka vazhduar të përparojë dhe aktualisht rrezikon të përhapet edhe në parcela të tjera me ullinj në fshat, por edhe në zonat me pyje. Në vendngjarje kanë mbritur forcat zjarfikse të cilat po punojnë për izolimin dhe shuarin e flakëve me qëllim që të parandalojnë përhapjen e mëtejshme të zjarrit dhe dëmet në ullishtet e zonës. Fermerët e zonës së Cakranit në Fier ankohen për shtrenjtimin e pesticideve që përdoren për ullinjt. Ata kërkojnë mbështetje, pasi sipas tyre, rritja e çmimeve po i çon drejt falimentimit. Dyfishimi i çmimit të pesticideve dhe plerave kimike ka vënë në vështirësi të mëdha fermerët në Cakran të Fierit. Në këtë periudhë të krahasitjes dhe plehërimit të ullinjve, ata pohojnë se krahasuar me vitin e kaluar, dapi dhe ureja nga 40.000 lekë të vjetra për kilogram kanë arritur mbi 70.000 lekë, duke e bërë situatën të papërballueshme. Fermerët thonë gjithashtu se për shkak të lagështirës së madhe në këtë sezon, ullinjt kanë nevojë të spërkaten 2 deri në 3 herë, por me këto çmime është e pamundur. Problemi mas si vjetë ka qenë në lagështire e tepërt, ka qenë dhe spërkatja i cili ne duhet ta bëjmë 2 deri 3 herë. Pasi ulliri nga lagështira e tepërt ka krijuar nxirjen dhe verdhjen nga brenda, domethënë ka krijuar një myshk. Dhe është i domosdoshëm sepse ajo të ul prodhimin. Problem tjetër që kemi ne si fermer është sepse ne duhet t'i plerojmë. Duhet t'i plerojmë dhe plerat janë shumë të shtrenjta. Dapi në krahasim me vjet është diçka më lart. Ureja për shkakun që ne do të bëhet plerimi i dytë, do të bëhet muaj në mezi i periudhit të tutje. Ka vajtur nga 40, jemi në vitin e 42, si vetë ka vajtur 70. Plerat janë shumë të shtrenjta. Jemi në fazën e krahasitjes. Të bëjmë me gurkal, disperkazin e bëjmë se ka shumë smundje, ka shumë insekte. Çmimet janë shumë të larta. Jemi shumë në hall madh, vajt nuk shitet, ulli nuk shitet, kam 1 tonë gjysmë vaj pa shitur. Vajt është problemi i madh për të shitur. Po ka qenë rreth 40 si vetë 70.000 lekë për kujtal. Flasim. Dhe fermeri e ka të pamundshëm. Duke dhe prodhimi që i prodhojnë, nuk arrin që ta shesin 100%. Për shkak të çmimeve tepër të larta të pesticideve dhe mungesës së fuqisë punëtore, fermerët i kanë braktisur sipërfaqet e mbjella me ullinj. Problemi tjetër që ne kemi është edhe fuqia punëtore, ne na ka ikur rinia. Ja unë jam moshatar, jam pensionist, bëre mu sot me ullirin, me krahasitje, me tëra, me vjelje. I kanë lënë pas përkatur, pa pleruar, pa vjel, s'ka patur fuqi punëtore, i kanë lënë
Po të vesh në përullinë për baçat janë shumë vështirësi rrugore për të vajtur, s'ka as rrugë. Fermerët e kësaj zone kanë të bazuar ekonominë e tyre familjare te kultura e ullirit dhe dështimi i çon pashmangshmërisht drejt falimentimit. Ata apelojnë për ndihmë nga shteti teksa theksojnë se nuk kanë përfituar asnjëherë subvencione. Orkestra e Harqeve dhe këngëtarë të njohur të skenës shqiptare interpretuan perla të muzikës elbasanase. Koncerti ishte një omazh për artistët e këtij qyteti që nuk jetojnë më, por që kanë lënë një trashëgimi të çmuar. Një lulishte me trëndafila ishte koncerti artistik që u mbajt në teatrin Skampa, duke përmbyllur aktivitetet e organizuara me rastin e ditës së verës në Elbasan. Në ndrejtimin e mjeshtrit Zeqir Sulkuqi, Orkestra e Harqeve dhe Gent Rushi Band, së bashku me artistë të njohur të skenës shqiptare si Kastrio Tusha, Ardian Trebicka, Zina Zdrava e të tjerë, sollën për publiku një buqet me këngët më të bukura të autorëve elbasanas të viteve 50-60. Ky event ndërthuri performancat e artistëve me përvojë të gjatë në skenë me talentet e reja. Zeqir Sulkuqi theksoi ndër të tjera se një lulishte me trëndafila ishte edhe një homazh për artistët që nuk jetojnë më në Elbasan, por që kanë lënë pas një pasuri të çmuar artistike. Këngën më të bukur të qytetit, autor Elbasanas të viteve 50-60, një memorie për të gjithë krijuesit, për të gjithë artistët që i kanë dhënë këtij qyteti gëzim, dashuri dhe lule. Ndërkohë artistët interpretues ndanë emocionet e tyre me publikun. Të them të drejtën, një publik i jashtëzakonshëm, që të bën domethënë që të ndihesh i nderuar në artin tënd edhe në ardhin tënde. Ndihem shumë mirë para që jam dhe midis profesionistëve që kënoj bashkë me to dhe shpresoj që në një të ardhme bëhem një nga ato. Patjetër që vinë në qytetin tim me shumë kënaqësi, me shumë gëzim, sepse ndjej vlerësim dhe unë këtu kam marrë duar trokitit e para dhe jam rritur dhe kam marrë emrin tim si Zim. Ky koncert të risolli në kujtesë artistët që i kanë dhënë kaq shumë dashuri, gëzim dhe art Elbasanit. Pianisti i njohur Konstantin Tashko rikthehet para publikut me një koncert në skenën e teatrit, operës dhe baletit. Ai do të interpretojë pjesë nga një kompozitor rus i shoqëruar dhe nga Orkestra e Operës. Në skenën e teatrit kombëtar të operës dhe baletit, pianisti Konstantin Tashko po përgatitet të rikthehet përpara publikut shqiptar me një koncert që premton të sjellë një nga veprat më sfiduese të repertorit pianistik. Pianisti i cili prej vitesh jeton dhe zhvillon aktivitetin e tij muzikor në Itali, vjen në Tiranë e do të interpretojë koncertin për piano nr. 2 të kompozitorit rus Sergei Prokofiev, një vepër e njohur për intensitetin dramatik dhe virtuozitetin e saj të jashtëzakonshëm. Për mua është kënaqësi që të vi në teatrin e operës dhe të luaj për të parë me orkestrën e teatrit të operës dhe baletit, dhe pikërisht në këtë okazion do luaj koncertin nr. 2 të Sergei Prokofiev, i cili është një koncert spektakolar për piano dhe orkestër, jo shumë i njohur për publikun këtu në Shqipëri, kështu që jam vërtet shumë kurios për të parë dhe si publiku do e pres. Në skenë, Tashko do të shoqërohet nga Orkestra e Operës në drejtimin e dirigjentit Sergio Alapont. Për pianistin, repertori që do të sjellë ndërthur fuqinë teknike me një thellësi të madhe emocionale. Janë dy veprat të një formati shumë të madh, edhe është sfidë edhe për dirigentin, edhe për orkestrën. Sidomos ky koncert i Prokofievit është vërtet një vepër shumë impenjative. Varet nga bashkëpunimi im me dirigentin, po unë duke bërë prova me dirigentin jam ndjerë shumë komod, edhe pse ne të dy e kemi prerë të parë si unë dhe dirigenti që do luajmë këtë koncert me orkestër. Rikthimi i pianistit Konstantin Tashko në skenën shqiptare shënon një moment të veçantë për jetën koncertore në vend, duke dhënë publikut mundësinë të përjetojë nga afër interpretimin e një artisti shqiptar që vazhdon të ndërtojë karrierën e tij në skenat ndërkombëtare.
Këto ishin lajmet kryesore për sot, e hënë 16 mars, ju urojmë përmet këndshme.